Miq të dashur të Pik Podcast, përshëndetje. Jemi edhe në një Pik Podcast radhës në ora 24.tv dhe almakos.com ku do të vazhdojmë që të flasim rreth zhvillimeve më të fundit dhe asaj se çfarë po ndodh për momentin në Vlenë dhe deri ku kanë arritur ato kushtimisht i quaj mosmarrëveshje brenda koalicionit. Do të flasim tani me deputetin Riad Shaqiri, deputet nga Vlenë dhe nga radhët e Aleancës për Shqiptarët. Mirëserdhje për herë dytë. Faleminderit për ftesën, faleminderit për mundësinë e ditë që ne, si deputet, të paraqesim qëndrimet tona, domethënë se përket zhvillimeve politike brenda hapësirës gjeografike të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me tekst të veçantë të Tash do të fokusohemi rreth asaj çka ndodh te Aleanca për shqiptarët ose tek Vlenë, sepse si deputet më vërtet, siç ishte edhe podcasti i parë, folëm pak më shumë rreth rolit deputetit, pushtetit, opozitës, aktiviteteve në kuvend e kështu me radhë, mirë, po tash edhe për hir të korrekcisë dua që sepse disa çështje për të ecur brenda koalicionit Vlenë u morën përsipër ose u lanë në dorën menaxhim të grupit parlamentar. Si mbas jush, do t'ju pyes drejt për drejt. Çka po ndodh brenda koalicionit Vlenë dhe a ka krisje ose çarje të madhe mes Aleancës për Shqiptarët nga një ranë dhe përfaqësuesve të tjerë të Vlenit? Unë nuk isha me thonë se ka përplasje apo krisje, unë mendoj se në kuadër të koalicionit Vlenë ka mendim ndryshe, që është e vërtetë dhe që është evident edhe për opinionin, por edhe për votuesit që kanë mbështetur, domethënë këtë si ide, domethënë ndryshimi që ishte që erdhi domethënë përmes koalicionit të Vlenë. Është e vërtetë, domethënë se mendimet ndryshe janë të theksuar nga çdo subjekt politik që është pjesë përbërëse e koalicionit të Vlenë. Mirë, po nuk ka ndonjë ashpërsim të asaj që mund të thuhet se ka një përçarje apo një përplasje. Shif, zakonisht në kuadër të koalicioneve pak më të gjona, mund të thuhet se ka ambicie nga subjektet caktuar që çdo kush prej atyre të përfiton nga ajo që është pjesë e ndamjes në kuadër të asoj fushe ku thjesht ne mundohemi të gravitojmë, domethënë përmes zgjedhjeve lokale. Unë nuk kisha me thonë se përplasjet janë të theksuar deri në atë nivel sa që thjesht i jepet një konotacion krejt tjetër në aspekt të asaj se koalicioni Vlenë është shpërbo apo është në shkatërrim e sipër apo nuk di çka, nuk është e vërtetë. Jo, ne funksionojmë, domethënë vazhdimisht funksionojmë domethënë me një qëndrim të përbashkët rreth politikave të caktuara në kuadër të grupit parlamentar. Ju e dini edhe ju si gazetar, po edhe ju që gravitoni në kuadër të kuvendit, se harmonia apo kohezioni i brendshëm brenda grupit parlamentar është i jashtëzakonshëm, ndoshta sikur të kishme qenë një subjektit politik nuk kish pas një afërsi aq të madhe. Prandaj është këtë normale, është këtë e logjikshme dhe është këtë e zakonshme që çdo kush prej subjekteve politike të pretendon domethënë pjesën më të madhe të kolaçit thjesht në zgjedhjet lokale. Po mirë që këto ambicie, të gjitha këto ambicie që i kanë brenda partitë brenda Vlenit ti komunikojnë dhe ti debatojnë, ti tentojnë të zgjidhin në opinion përmes mediave? Unë se besoj se është domethënë debati krejt përmes mediave, debati ka dhe në kuadër të grupit koordinues në kuadër të koalicionit të Vlenë. Për hir të realitetit, domethënë ka pas takime të vazhdueshme dhe ka takime të vazhdueshme të cilët janë edhe të dokumentuara, po dhe janë thjesht në përcjellje të gazetarëve. Fillimisht në kuadër të grupit koordinues të Vlenit ka pas biseda rreth ndamjes thuja të komunave apo formës se si do të dilet në zgjedhjet lokale. Në një prej takimeve që patëm një iftar që e shtroi zoti Mickovski, kryeministri i vendit, lindi ideja që domethënë deputetët ta morrin përsipër thuja ndamjen eventuale të komunave se kuj do t'i takoj. Unë si deputeti Aleancës për Shqiptarët, domethënë e njoftova kryetarin e partisë zotin Arvend Taravari dhe menjëherë e pranoj domethënë me një sinqeritet të jashtëzakonshëm edhe më dha autoritetin apo më dha mandatin që unë t'i kryesoj ato bisedime. Në kuadër të grupit parlamentar dhe i ftova gjithë kolegët që janë pjesë përbërëse e grupit parlamentar të koalicionit të Vlenë, dakordum, domethënë një dinamik të hecjes së punimeve, fillimisht rom dakord për ndamjen e thuja përqindjes apo proporcionit
ati ku i takon kandidati për shembull Aleancës të ketë 40% domethënë të këshillit komunal në përfaqësim në listë. Masandej vjen domethënë bardhësi listës që jetë i subjektit ku graviton në atë lokalitet me influencë më të madhe. Sekretari i komunës që nga një prej subjekteve që është përfaqësues e vlenit. Një nga ndërmarrjet publike me relevancë në kuadër të atij administrimi lokal që jetë nga subjekti tjetër, që me një forme të gjitha të jenë përfshira në të gjitha jenë përfshira në mënyrë zinxhirore, edhe sa i përket kompetencave, po edhe sa i përket domethënë relevancës së pushtetit në kuadër të administrimit lokal të atij lokaliteti apo asaj komune. Për këtë pikë, poshtë lart kishmi një dakordësi dhe u pranu në zonat ku nuk fitohet, domethënë kryetari i komunës shqiptar rom dakord që ndamja të jetë 25, domethënë 4 herë ka 25 çdo subjekt domethënë të morë në listet komunale. Ktu pa e përfshi qytetin e Shkupit, edhe pa e përfshi Kumanovën si dy qytete më specifike që gravitojnë shqiptarët më së tepërmi, mirë po nuk mund të jenë shkaku i relevancës. Irrelevancë. I numrave të e lam domethënë që ta diskutojmë domethënë veçmas. Qëllimisht domethënë masandej kishmi një draft version ku unë domethënë bashkëpunim me disa prej fillimisht kanë qenë konsultuar zoti Izzet Mexhiti, ka qenë i konsultuar, ka qenë zoti thuja Adnan Azizi, kolegu deputeti që është, domethënë ka qenë i konsultuar për sa i përket përbërjes së një liste, një draft versioni. Këtu mund ta them, domethënë që ju kërkoj falje edhe kolegëve të alternativës që ndoshta mas pakti kanë qenë të informuar sa i përket ndamjes. Mirë po ditën që kishmi takimin personalisht e kam njoftuar kryetarin e kuvendit zotin Afrim Gashin, edhe thjesht e ka mbështetë edhe e ka përkrahas si ide, si draft version. Unë mund ta them domethënë edhe për qytetarët draft versionin që e kemi përgatitur ne si grup parlamentar. Unë kam parapo domethënë që Struga t'i takon Aleancës, duke marrë parasysh domethënë përfshimjen si strukturë jona si Aleancë që jemi në zonën 6 po flasmi, në zonën 5. Në zonën 5. Kërçovën t'ja i japim me një forme t'i takon Besës nga shkaku se domethënë Besa ka strukturë më të përfshime në Kërçovë dhe kanë investuar më shumë domethënë në aspektas organizimit politik në Kërçovë. Dibrën kemi parapo që ta merr alternativa, duke marrë parasysh se edhe ajo duhet të jetë e përfshime domethënë në zonën 5 me një komunë me një relevancë. Tërheqemi domethënë te zona 6. Në zonën 6 Gostivari që e menaxhojmë ne, të jetë i panegocueshëm. Vrapçishti e kam propozuar që të hihet edhe në versionin që ne ta nxjerrim një kandidat. Mirë po për hir të realitetit zoti Hisen Shabani po kaloi veç edhe zyrtarisht. Edhe thjesht zyrtarisht, mirë po edhe sikur mos kish kalu zoti Hisen Shabani, domethënë ai është njëri është i etabluar në komunën e Vrapçishtes, ka bërë shumë punë edhe thjesht çdo kush që i del kundër kandidat, unë jam i bindur se zoti Hisen Shabani mund të fiton. Në pjesën tjetër domethënë kemi kërkuar edhe Bogovinën për shkak të asaj se zgjedhet paraprake, domethënë lokale. Ne si Aleancë për shqiptarët domethënë kemi kaluar në rrethin e ditë në zgjedhjet lokale. Tetova është e padiskutueshme se zoti Bilal Kasami ka bërë një punë të shkëlqyeshme përbrenda domethënë Tetovës dhe absolutikisht nuk është kontestuese. Komuna e Zhelinës i takon kryetarit aktual që është domethënë tash Vlerim Seliut po. Është poashtu nga Lëvizja Pesa. Është nga Lëvizja Pesa, e kupton. Komunën e Tearcës kemi parapo që në zonën 6 edhe alternativa ta ketë një komunë, domethënë në zonën. Në zonën e Pollogut, ose edhe në njësinë e 60. Masandej këtu kemi parapo që në Bërvenicën ta merr thjesht Lëvizja Pesa, duke mundu domethënë ta shtrin edhe influencën e vet, po edhe ty e pas parasysh se janë ma të shtrin pjesën e Tetovës edhe Zhelinës, edhe automatikisht domethënë mund të shfrytëzohen resurset cilët janë brenda atij lokaliteti ku realisht mund bëhet një ndikim më i madh që të koncentrohen votët shqiptare. Në Saraj, fillimisht me zotin Izzet Mexhiti paraprakisht kam biseduar, thjesht më ka thonë se është i interesuar për Sarajin dhe ka një kandidat serioz. Ne kemi gjithashtu si Aleancë për shqiptarët, kemi një kandidat serioz, më kupton? Edhe i kam thonë, a jeni dakord që him domethënë në anketim? Më ka thonë fillimisht se është i interesuar, s'ka kurrë problemi. Komunën e Çajirit ngjelet në menaxhim të thuja LDS
se realisht zoti Visarganiu udhëheq atje dhe është përfaqësuesi i LDS. Edhe fituesin zgjedhjet parlamentare, domethënë. Sigurisht. Mirë po. Ofertën apo propozimin që ja kanë bërë për Sarajin zotit Izet, masandej lindi ideja që edhe alternativa ka një kandidat për aty. I kam thonë, i shtim të 3 kandidatët në anketim. Në anketim. Ai që e fiton Sarajin, njëri prej atine që humb, njëri subjekt e merr Studeniçanin, tjetri e merr Araçinën. Edhe me një fe forme, ai subjekt që është më pak i përfshim me komuna, kemi pas për qëllim ta suportojmë në nivel të qytetit Shkupit me një këshilltar plus që me një fe forme të ushtrohet një barabarësi, një relevancë në kuadër të përfaqësimit. Për komunën e Likovës i kam pyet të ditë edhe zotin Izetin, edhe zotin Adnan Azizin, ju kam ofruar, nëse ju keni kandidat serioz për Likovën, jam i gatshëm unë t'i bëjmë kryetar shtabi. Urdhoni. Më kanë thonë të ditë se s'ka. Atëri kam thonë, unë propozoj që ta mormi nese e leon, sepse thjesht kemi strukturën më të etablume, më të përfshime në kuadër të komunës së Likovës, edhe besoj se mund të jemi domethënë një në garë serioze për ta fituar komunën. Për Kumanovën nuk e kemi diskutuar, ju them të drejtën, sepse thjesht relevanca e Kumanovës pothuajse mund të jetë e parafort edhe me Shkupin, sepse gjeografikisht qyteti i ditë pas Shkupit në Maqedoninë e Veriut vjen Kumanova. Këtë nuk e kemi diskutuar. Masandej krejt këto zhvillime që u zhvilluan, i dhash si propozime, domethënë në kuadër të grupit parlamentar, theksi i veçantë imi ka qenë se nuk është propozimi përfundimtar, nuk është ajo që unë du të diktoj diçka, nuk është ajo që unë du të imponoj brenda grupit, mirë po javjap si draft verzion ta bisedoni në kuadër të subjekteve tuaja politike, edhe nëse keni vërejtje caktume apo keni thjesht mendime për ndonjë prej lokaliteteve, tulemi bashkarisht ta definojmë edhe ta bëjmë zgjedhjen më të mirë të mundshme për shkakun se në fund ditës ne duhet të numërojmë se sa komuna kemi fituar si vlen. Dhe çka nuk u dakorduan këto liderët? Masandej pas krejt kësaj, domethënë vjen një propozim krejt tjetër. Nga kush? Nga zoti Qoku në bashkëpunim me zotin Elvis Hoxha, edhe krejt përfaqësues, domethënë 3 përfaqësues tjerë të koalicionit vlen, që thjesht për neve ishte domethënë një propozim që nuk do i ke hapësirë për shqyrtim nga shkaku se nga ajo që e kishmi propozuar na, edhe nga ajo që ne jemi të përfaqësuar në territorin e Maqedonisë së Veriut, në strukturat domethënë në popullatën shqiptare si subjekt politik, thjesht ishte e papranueshme për neve, sepse thjesht e iritojshmi edhe aktivistin e Aleancës, po realisht edhe aktivistin e Vlenit, sepse fundja, thjesht nëse unë nuk kam strukturë, ne nuk kemi strukturë në Kërçovë, nuk mund të kërkojmë, domethënë, të pretendojmë ta morrmi Kërçovën, sepse fundja thjesht i bëhet e padrejt aktivistëve që janë të besës atje. Në Tetovë nuk kemi ne mundësi të pretendojmë ta morrmi Tetovën, se fundja e nënçmojmë aktivistin e lëvizjes besës, sepse ato janë të etabluar, ato kanë menaxhuar me komunën, janë tu menaxhuar me komunën. Edhe është kitë normale që ato ta kenë atë thuja atë menaxhim. Mirë po, në vendet të caktume, ku ne jemi të etabluar në lokalitetet e caktume, besoj edhe konsideroj se kemi të drejtën ta përfaqësojmë. Çka nuk përputheshte nga propozimi juaj që thoni fillimisht se ishte i pranueshëm, ose them i pëlqyeshëm nëse jo vendimtar, me propozimin që ka sjell Qoku më mbas, edhe pastaj të kalojmë në ato që u bë gjithë ky kaos. Propozimi zotit Qoku ishte domethënë se ne duhet të kemi Gostivarin, Vrapçishtën, të kemi Bërvenicën, të zgjedhim mes një komune në kuadër të Shkupit, domethënë Studeniçani, Saraj s'ka qenë domethënë kombinim. Po, Studeniçani thuja Araçina ose Likova. Edhe ta mormi ose Zelenikovën ose Dollnin. E Dollnenin kujt e mbet? Tash për momentin ishte si propozim nga ona e zotit Qoku. Në analizën tuaj kujt i mbeteshte ose në fakt në propozimin tuaj? Në bazë të analizës time, domethënë njënën e kishim parapo të merr alternativa, Zelenikovën të e mor parasysh se zoti Izet Mexhiti si lëvizje demokratike është më i etabluar në atë pjesë, domethënë që
ta merr zoti me gjithë. Mirë po, këto nuk ishin domethënë Në analizat e ju edhe tuaja edhe zotit Qoku, tash po u pyes kështu, me ato që shoh edhe si flet qytetari edhe kështu me radhë. Përveç asaj ku keni individ ose personalitete që me të vërtet janë të tablum në zonat ku kandidoni. A janë marrë parasysh edhe zgjedhjet e fundit parlamentare? Kush ku doli më mirë, si doli më mirë? Se sa e di unë deputet, me siguri janë vërejtur ose janë bërë matematikat dhe ka pas ndarje brenda koalicionit blen se kush cilën zonë dhe menaxhohet gjatë zgjedhjeve parlamentare. Ashtu është apo jo? Sa jam në rrjedha. Dhe aty shihen edhe rezultatet. A janë marrë parasysh këto edhe nga ana juaj edhe nga ana e zotit Qoku? Shive, zgjedhjet parlamentare dallojnë nga ato lokalet. Po, e dyta. Nuk kemi ne barometër me të cilën mund ta mosim influencën e subjekteve politike në zona të caktuara falë rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare. Sepse thjesht ato vota kanë qenë vota për koalicionin Vlen, nuk kanë qenë as individualisht për Jo, absolutisht po. Jo, megjithatë ka pas shtabet që i kanë menaxhu. Po supozojmë Gostivarin e ka menaxhu shtabi. Po i marr si shembull ose Tetova shtabi i Vesës, Çairin 100-200 LD-ja me alternativën e kështu. Do ta bëjmë edhe atë sjellje. Rezultatet kanë qenë ata të cilët domethënë qytetari ka votuar për ndryshimin. Dakor? Ajo është fakt po. Kemi një ndryshim. Mirë po, ju si e thuni ata se ndomja ka qenë domethënë në zona. Ka qenë në ndomja për sa i përket përgjegjësive për zonat caktuara. Për shembull, zonën e 5 zgjedhore e ka menaxhu barci i listës tonë zoti Salim Sulejmani, deputeti aktual. Zonën numër 6 e ka menaxhu zoti Bilal Kasami sepse ishte bartës i listës në zonën 6. Zonën numër 1 e ka menaxhu zoti Izet Mexhiti sepse ai ishte bartës i listës. Zonën numër 2 ka qenë zoti Afrim Gashi, ku unë kam qenë i dyti në radhë, domethënë në pjesën e zonës tij. Mirë po, nëse i him një analize më të thellë, domethënë edhe e bëjmë një analizë krahasuese mes rezultateve të zgjedhjeve. Unë mund të mburrem sepse në zonën e Likovës ne në vazhdimsi kemi humb, mund të thom 4-1. Po sot diferenca në Likovë, po flas në zonën e Likovës. BDI, Fronti Evropian, ka kryesuar para nesh me gjithat pushtet, me polici, me kërcënim ndaj shfrytëzuesve të ndihmave sociale me 300 vota përpara. Ato kanë pas diku 5.900 vota, ne kemi 5.470, 5.500, mëse më ka për fjalë, domethënë. Po, 200-300 vota. Çati diku 300 vota. Mirë, po nuk mund të them se ti personalizoj ato vota. Jo, absolut. Po, jo, megjithatë flasim për punën e nuk mund ti referomu, domethënë një rezultati të përbashkët edhe dikush ta përveçon atë. Nuk është e padrejtë. Është e padrejtë kjo. Ne duhet të ofrojmë një mundësi për zgjidhje të kësaj situate, duke i marrë parasysh nëse ka problem. Mirë po tash ashtu bëhen negociatat në atë nivel bëhen. Domethënë shumë më pëlqen kjo pjesë. Ne nuk mund t'i marrim rezultatet si meritore vetëm të një subjekti që i ka pas për shembull Barcin ose një figure që ka qenë më autoritative kështu me radhë, ndërsa nga ana tjetër pazaret tash kushtimisht po e them fjalën pazaret, se normal politika e lejon këto. Domethënë bëhen mbas asaj kush ku mendon se unë jam më i fortë edhe kush do të ketë më shumë sepse kush ku është më i fortë. Ka dhe një verzion tjetër, domethënë ja kjo. Domethënë versioni tjetër që ne kemi ofruar, thjesht komunët, të cilët menaxhohen nga subjektet politike momentalisht, duhet të jenë të padiskutueshme. Si për shembull, komuna e Gostivarit, Tetovës, Çairit, Saraj, Vrapçishtja, më kupton, hiç nuk i diskutojmë. Domethënë me automatizëm i takojnë subjektit. Më kupton. Komunët tjera i shtim në anketim. Cili kandidat jetë më i mirë, e shtrim dorën dhe ecim bashkë. Këtu nuk bëhet fjalë as për përgjigje, nuk bëhet fjalë as për relevancë politike, nuk bëhet fjalë as për ushtrim të autoritetit mbi tjetrin. Mirë po thjesht ne dojmë nxjerrim kandidatin më të mirë, i cili mund ta siguron fitoren në zgjedhjet lokale. Deri këtu është krejt në rregull, dhe mirë po do të pyes edhe një pyetje tjetër para se dal te pjesa e dytë. Domethënë,
kur ju e keni dhënë propozimin që mendoj se e keni dhënë, e kanë shqyrtuar deputetë, liderët e 4 partive të Vlenit, edhe zoti Qoku 5 aty brenda, e tash pas asaj dolën fakt pse duhet që mos shqyrtohen dhe mos të ketë zgjidhje brenda këtyre propozimeve, por të dalin për shembull në opinionat ose kush me kanë takohet, për shembull deklaratat e zotit Taravari për komunikim ose takim, se ka keq interpretime, dikush thot takim, dikush thot kanale komunikimi edhe kështu me radhë. Pse duhet të dalin këtë nivel? Apo u bë kjo për të bërë presion brenda Vlenit, për të rritur pazaret, apo ka diçka të realt për kësaj? Absolutikisht, shif, unë konsideroj se zoti Taravari nuk ban veprime të tilla për influencë politike brenda thjesht koalicionit Vlen, sepse realisht nëse dikush ka marrë përgjegjësitë në kuadër të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për gjitha ato përplasje që kanë ndodhur kanë qenë deputetët e koalicionit Vlen apo në veçanti deputetët e Aleancës për Shqiptarët. Sikur të kish pas një diçka të tillë, një pretendim të tillë, zoti Taravari, kryetari jon, sigurisht se do ta thonte neve që keni kujdes për debatet që i bani me brenda grupit. Me strukturat e Frontit Evropian. Po asnjëherë nuk e ka thënë, sepse pretendimi apo qëllimi i zotit Taravari është domethënë të forcohet koalicioni Vlen, koalicioni Vlen të funksionon si një trup, të funksionon si një grup i organizuar politikisht, edhe që të ketë relevancën edhe ndaj palës maqedone, sepse fundja, duhet ta kemi parasysh. Unë kam drejtu kritika ndaj Frontit Evropian, po nuk do të thotë se ne jemi në armiqësi me ata njerëz. Ne edhe përfaqësues të tjerë, edhe kolegë tjerë në kuadër të koalicionit Vlen, pim kafe për ditë me kolegë deputet që janë ka Fronti. Jo, ajo absolutisht, ajo as nuk është çështje që duhet bile të diskutohet. Edhe thuja është shumë e ult debatohet apo diskutohet në opinion se dikush pa komunikuar me dikë për XY arsye. Fundja me shqiptarët ne duhet të organizohemi politikisht për të realizuar ato të cilët i kemi synimet tona. Nuk ka pas një takim apo nuk ka pas një komunikim për ndamje diçka të komunave për koalicionim. Jeni i sigurt, domethënë, jo, e di pse jo pjesë nuk duhet, tash nuk kur e bëj kur e prashtoj këtë pyetje nuk duhet të asocioj në opinion ose të shikuesit që jo nuk është ashtu siç thoni ose po jo ka pas me siguri, po ju pyes kështu se shive, kishte zhvillime edhe para se të bëhet koalicioni Vlen. Negociatat ndryshme, se dhe negociatat nuk është janë çështje e dëmshme. Negociatat. Po kush ishte ai që në mënyrë kategorike refuzoi ofertën e zotit Ahmeti për zgjedhjet parlamentare? Akuza nga deputetët të Vlenit, domethënë ka që zoti Taravari e ka planuar edhe në takim me zotin Kurdi që ka biseduar me zotin Ahmeti. Po flas nga kolegët e juaj, edhe ato pikërisht për çështjen e komunave. Nuk dua unë ta shpërndaj këtë si çështje e kryer se ka qenë ashtu ose është se ka ndodhur. Po flas ju sa jeni të informuar dhe ju si e dini realitetin. Zoti, ne flasim me maqedonët. Për zotit. Ndëgjojmë edhe në telefon edhe me maqedon. Çu paraqiten për XY arsye. Edhe ne i kërkojmë edhe ata na kërkojnë për shërbime të ndryshme. Po shtrohet pyetja hipotetikisht. Pa e kanë pyet zotin Taravari se pse ko kanë dëgjuar me zotin Ahmeti, kushtimisht tonë nëse ko kanë dëgjuar. Tash po them që ai ka planuar takim me zotin Kurdi, nëse nuk është e vërtetë, nuk e di. Ndoshta ka pas nevojë për një shërbim mjekësor për dikë. Çështje normale me kështu, në fund nuk kemi bembela me ata njerëz. Çan vëllezërit tonë. Jo, absolutisht, në aspektin njerëzor dhe kombëtar dhe qytetar, jo, flasim në aspekt politik. Edita mund që zoti Taravari ka një pretendim të tillë. Nuk e hipotekon grupin parlamentar, më thon urdhoni e keni mandatin, bisedoni, ma sjellni marrëveshjen, unë e firmos. Kjo është e vërtetë. Edhe kolegët e din, ju kam thonë urdhoni ta pranoni këtë marrëveshje, ne jemi garancë për implementimin e kësaj marrëveshje. Pikë për këtë punë, s'kemi çka diskutojmë.
Thuaj se ka qenë pa gjë dhe gjithë ajo polemiku ngrit në opinion, sidomos akuza që drejt për drejt i bënë ndaj zotit Tarvari, edhe zoti Mexhiti, edhe zoti Kasami, edhe zoti Zegria Ibrahimi edhe kështu me radhë. Jo, po e di pse ty, du ta zbardhim tash. Fond mu si gazetar edhe ajo më intereson. A mund ndoshta ka qenë blev brenda Vlenit? Tu as zbardhim edhe këtë nëse keni pas blev për vëmendje, apo më kupton? Një gjë duhet të thuhet, më kupton. Brenda një grupi, kur është shtrit dora, kur është bë beslidhja për veprim të përbashkët në zgjedhjet parlamentare. Unë nuk di se nga krejt Kim Lev apo nga krejt këto akuza. Kjo ka shkaktuar shumë iritim tek qytetarët. Dikush del për llogarit matematikisht se 0. Dikush del për llogarit, domethënë ndryshe, dikush del për llogarit ndryshe. Shefe, këto janë çështje të cilët thjesht nuk thuhen për publik. Nëse ti ke një vërejtje të caktuar për një shok, mund të ulesh ta bisedosh me ta face to face, ta bisedosh se kjo, unë kam dyshime për çka të punë. Edhe duhet ta sqaroj me ti. Nuk duhet të krijohet hamulli në opinion se koalicioni vlen është në shpërbërje si rezultat i thjesht prononcimeve. Kjo ka shkaktuar dëshpërim shumë madh parte të gjithë qytetarët, por edhe sidomos të simpatizantët e tij. Edhe duhet edhe çështja tjetër. Ka edhe një propozim nga ona e 3 subjekteve që ne nuk e kemi marrë me hatërmbetje. Thjesht ne po fuzionohemi, po bëhemi bashkë si vlen. Ju si doni e jeni. Nëse jemi pjesë e përbashkët, ne duhet të konsultojmë këtu. Se si e ndajmë këtë pjesë, si e bëjmë këtë, si e menaxhojmë këtë situatë. Si do ta hecim këtë rrugë bashkë. Nuk në kuadër të këtij koalicioni nuk duhet të ketë tendenca të mbivotimit, nuk duhet të ketë tendenca të asaj që thjesht ne jemi këtu nëse do eja. Nuk pinuja jo. A është e planuar? Jo, pavarësisht në mënyrën tash nuk dua ty në ato çështjet brenda se si ka ndodhur, po shkrirja për shembull është e pranueshme për ju në një parti? Sigurisht se po. Ne në çfarë kushtesh ose rregullash ti mbas jush? Një muaj pasi kanë përfunduar zgjedhjet parlamentare, pasi është formuar qeveria, domethënë kryetari jon zoti Taravari ka iniciuar iniciativën që të bëhemi bashkë. Mirë, po prej atëherë deri tash nuk ka një diskutim tillë. Tash del domethënë iniciativa që të bëhemi bashkë. Po sido që jetë, ne kemi përshëndetur si iniciativë. Sa i përket asoj ju që pyetni, domethënë se në çfarë kushti. Shif, kur bëhet një blok diagram për të bërë një rrugtim politik, thjesht realisht duhet të përcaktohen qëllimet, objektivat. Pse po bëhet? Për çfarë qëllimi po bëhet? Çka do të jetë programi? Çka do të jetë qëllimi i kësaj, domethënë këtij fuzionimi? Çka do të mbrojmë ne? Çka do të ofrojmë për qytetarët? Nuk është me puna se dikush bëhet kryetar dhe u kri muhabet. Shif, ne kemi pas shumë kryetar partive politike. Mirë, po gjendja e shqiptarëve në Maqedoni nuk është e kënaqshme si e mendojmë ne. Dhe vështirë e lëvizshme. Kemi sinqert. Ne në podcastin e parë biseduam shumë çështje. Tash do të kaloj pak diçka në bindje të për çështjet toja bindje toja personale t'ju pyesi. Dhe i shprehet edhe bindje ndaj ish pushteteve tjera, edhe ndaj gjendjes momentale në Bashkimin Demokratik për integrim dhe kështu me radhë. Pavarësisht asaj që do ndodh ose po ndodh. A është e pranueshme për ju personalisht si deputet, si Riad Shaqiri, që ta shihni për shembull Aleancën për Shqiptarët nesër të koalicionojnë zgjedhje lokale me Bashkimin Demokratik për integrim, qoftë ajo sikur edhe dilni, po supozojmë tash po flasim supozime. Vendosni dilni vetë, pavarur se Aleancë për Shqiptarët, në fakt të pavarur as me Vlen as me BDI, dhe të kërkoni në komuna të caktuara mbështetjen e BDI-s. Siç po flitet ose siç po prezantohet ndonjëherë. Ne si Aleancë për Shqiptarët, po dhe unë si Riad Shaqiri, domethënë në vazhdimsi jam i interesuar, edhe jemi të interesuar si Aleancë për Shqiptarët, domethënë që koalicionimi të bëhet zgjedhja në mes, domethënë brenda koalicionit të Vlen. Edhe kjo është një çështje që duhet domethënë ta ketë parasysh çdo kush. Kalkulime tjera deri tash nuk ka pasur dhe nuk ka në tavolinë në kuadër të Aleancës për Shqiptarët. Jo, po unë po ju pyes po flasim për supozime tash, po flasim për nuk kam menduar se fundit unë nuk do të jem kandidat për kryetar komune askundi, se besoj një gjë të tillë. Mirë po
vazhdim e sipër ne jemi të interesuar domethënë që të arrijmë këtë marrëveshje domethënë në kuadër të koalicionit të vlen edhe të fillojmë domethënë të strukturojmë. Do të pjesë edhe një herë më konkret, apo. Domethënë sinqerisht ndua se shumë mirë patëm një podcast shumë dinamik të parit. Po supozojmë, në qoftë se ja ju normal tash keni kontakte miq dashamirë edhe në komuna tjera, po në Likov ku edhe shtriheni më mirë. Kandidati i Aleancës do të ketë nevojë për mbështetjen e BDI-s. A do ta shihni një të mundshëm bashkëpunimin me Bashkimin Evropian? Sepse aty nuk ka garë etnike. Ka garë politike. Nuk është njëjtë si Tetova, nuk është njëjtë si Gostivari ose si Struga. Në Likov nuk ka nevojë për mbështetje nga askush, sepse fundit kush do të fiton shqiptar. Mirë, po në zona të caktuara, sigurisht në zonën e Tetovës për shembull, në qytetin e Tetovës, ne kemi nevojë edhe për votuesin e BDI-s, ne kemi nevojë edhe për votuesin e Tani nuk po flas si Vlen, po flas si Aleancë nëse ka një anë keni BDI-n, ka ana tjetër e keni Vlenin dhe në mes jeni ju. Është e ulët kërkosh mbështetje nga BDI-ja kur ti thjesht deri dje ke pas struktura të cilat kemi qenë të vllaznuar bashkë. Edhe besoj se nuk duhet të kërkohet një mbështetje nga BDI kur thjesht i kje strukturat e Vlenit që jemi konë bashkë, edhe jemi bashkë. Për mua është e paqartë. Mirë po, ne duhet të kërkojmë mbështetje nga çdo shqiptar në zonat ku thjesht rrezikohet kandidati shqiptar. Ajo është temë tjetër, pastaj është çështje në vete. Megjithatë unë mendoj që mora përgjigje të mira prej asaj që i prisha, edhe pse pak me insistim normal është puna jon. Që mos ta zgjasim shumë për shkak të efikasitetit të vetë emisionit. Shkurt vetëm të flasim edhe për ato. Si janë shikueshmëritë tua ose dëshirat e tua për pas gjithë këtyre që ndodhen, ku duhet të fokusohen tash liderët e Vlenit për ta gjetur zgjidhjen sa më të mirë dhe cila do të ishte zgjidhja më ideale pas gjithë opsioneve që më tash i përmendëm. Ju përmendet opsionet e grupit parlamentar dhe ju personalisht i keni dhënë akuzat dhe opsionet që i ofrojnë liderët, por edhe që gazetarët i shpërndajnë mes veti që i sigurojnë nga burime të ndryshme që gjithmonë asnjëra nuk përkon me tjetrën. Si është Riad Shaqiri, domethënë zgjidhjen më ideale ku të gjithë janë të kënaqur? Jo pse ne si grup parlamentar e kemi propozuar ata, mirë po ne si deputet jemi në kontakt të vazhdueshëm me strukturat. Edhe atë propozim ne që e kemi bërë si grup parlamentar, unë konsideroj se është domethënë përzgjedhja ideale, e cila mund të ketë plus minus lëvizje, mirë po do të ishte ajo ideale e cila domethënë do të ofronte një zgjidhje ku thjesht çdo aktivist, çdo subjekti politik do të ndite veten të përfshijmë domethënë në fitoren e madhe. Ndërsa sa i përket pjesës tjetër, unë si Riad Shaqiri domethënë konsideroj se koalicioni Vlen duhet të arrijmë këtë marrëveshje edhe duhet të fillon strategjinë e veprimit në nivel të ngritjes së narrativit kombëtar, sepse thjesht nuk mund të tolerojmë disa prej çështjeve të cilat janë tu zhvillu në teren, domethënë të vishën se vetë shqiptarët janë fajtor. Kjo është e papranueshme për neve, individualisht për mua si Riad Shaqiri, dhe unë konsideroj se thjesht kjo është një çështje e cila duhet domethënë ta ngrisim në nivel pak më të lartë. E para, e dyta, duhet të punojmë në drejtim të hapjes së vendeve të punës, se fundja ne kemi dalë me gojën plot para qytetarëve, t'ju thonë se ne do të bëjmë punësime, po ja deri tash nuk kemi ndonjë punësim, përveç individ të caktuar, të cilët thjesht janë tu punësu përmes kanaleve ndryshme, që për mua është domethënë një çështje shumë serioze. Treta, ne duhet të ndihmojmë domethënë zonat të caktuara në aspekt të infrastrukturës, të cilët thjesht kanë qenë të lënuna pas dore gjatë kohë. Edhe këtë punë duhet ta bëjmë. Unë thjesht kam kërkuar edhe përgjegjësi nga individ të caktuar, të cilët nuk janë tu performuar mirë. Duhet ta thojmë edhe qëndrojnë atë, kushdo që të jetë. Katërta, ne thjesht duhet të jemi më unik në drejtim të proceseve politike në aspektin geopolitik që po ndodhin në rajon, sepse interesi i shqiptarëve nuk është nuk duhet të jetë jo vetëm i Aleancës, jo vetëm i BES-s, jo vetëm i LDS, jo vetëm i Alternativës, apo i BDI-s apo ndonjë subjekti tjetër, po është interes i gjithëve. Edhe çdo kush ka mundësinë, domethënë me kontribut në këtë drejtim duhet ta japë kontributin maksimal.
Mendoni se mbas gjithë kësaj që ndodhi, po supozojmë që do të arrihet marrëveshje, do të shkohet, do të unifikohet, në fakt jeni të unifikuar, po do të pastrohen gjithë këto dilema. Do të jetë vleni i njëjtë me atmosferë brenda pa pasur atërmbetje ose pa pasur tentime tjera për të shumë gjatë procesit zgjedhor për të bërë ndonjë hile, ndonjë lëshim, ndonjë Shife, domethënë se u tham fjalë të mëdha. Edhe ne dim si shqiptar se sa jemi sensitiv, se sa jemi të prekshëm dhe dim ndonjëherë pastaj momentin e caktuar të veprojmë më ndryshe. Zakonisht atmosferën e krijojnë njerëzit. Unë jam kategoria e njeriut i cili thjesht përsendet vogla nuk marr hatër. Sepse konsideroj se çdo kush mund të gabon. Atëherë duhet punohet tani më shumë për ta mbajtur atë unifikimin sa më të fortë, sa më të. Unë një gjë e thash edhe vazhdoj ta them edhe qëndrojnë atë se politika çdo ku bëhet përmes deputetëve. Sa numrat deputetëve ke në parlament, aq që i përfaqësuam domethënë politikisht në skenën politike. Deputetët në kuadër të parlamentit, deputetët e koalicionit vlen janë unik. Edhe janë të interesuar që të ketë një zgjedhje. Ndërsa punë tjera mas andaj janë çështje thjesht mozaiku ndërtohet domethënë me shumë kockë, kupton, edhe bashkërisht do të ndërtohet. Po ndonjëherë ato kockat më të imta nuk japin kuptim mozaikut në fund. Po dikush duhet të koncentrohet më tepër domethënë tek detajet. Te detajat edhe i rregullojnë. Shpresojmë që ndodhe më e mira. Mesazhi për në fund, ama të kësaj radhe ta bëjmë një mesazh më ndryshe. Ju e dini, keni pak përvojë këtu, keni parë domethënë se kam qejf që gjithë barabartë në mënyrë të njëjtë ta keni hapësirë për mesazh, por tash dua ta kemi dy mesazhe. Një për liderët e Vlenit, po kërkoj si deputeti i Vlenit, edhe pastaj një edhe për gjithë ato që na ndjek. Unë konsideroj se në kuadër të koalicionit. Tani kur flasim për Vlenin, falas prej të zotit Taravari, Mexhiti, Kasami, Ibrahimi e kështu me radhë. Edhe Çoku, normal, edhe zoti Çoku. Si pa përjashtuar askënd, unë konsideroj se gjithë liderët duhet gjejnë. E po si mesazh kështu direkt. Duhet gjejnë zgjidhjen domethënë brenda domethënë koalicionit të Vlen. Edhe të rrim obligimeve që i kemi marrë domethënë bashkarisht, edhe të hecim disa prej çështjeve të cilët na kanë ngel mas. Ndërsa për qytetarët kisha dashur që thjesht të kenë domethënë harmoninë familjare çdo njeri prej tyre. Mund se ndoshta kanë prit më tepër prej nesh, po kanjëherë duhet disa prej sendeve të thojmë domethënë publikisht, dhe të thojmë se mundohemi ta bëjmë atë më të mirën, në flas për vetveten. Unë vazhdimisht jam në kontakt vazhdueshëm me çdo qytetar, çdo kush që më paraqitet, mundohem të jap përgjigje, çdo kush që më paraqitet, mundohem ta trajtoj. Edhe çdo kush që kërkon të takohet me mua, e ka mundësinë domethënë të takohet pa kurfar problemi, pa kurfar hezitimi. Edhe konsideroj se nëse ne jemi më afër qytetarit, besoj se thjesht e kuptojnë realitetin më mirë prej nesh. Unë besoj se domethënë kjo kohë ka trazuar shumë sende, mirë po nuk domethënë se ka hik kohë. Janë çështje të cilat domethënë do t'i rikuperojmë në afat kohor sa më të shkurtër. Deputet, faleminderit edhe një herë. Besoj që dham informacion të bollshëm për opinionin edhe rreth zhvillimit Vlen, por edhe pak më gjerë. Besoj që do ndëgjojmë lajme të mira në që gjithmonë flas lajme të mira në interes të shoqërisë edhe qytetarëve. Tash subjekteve të individëve ato sipas punës do i marrin meritat. Faleminderit edhe një herë. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderoj që na ndoqët, bashkë do të shihemi në intervistat e radhës, por edhe në Pik Podcastin e radhës.